Presidenti Donald Trump është përfshirë sërish në polemika për komentet e tij mbi sekretarin e shtypit Karoline Leavitt. Gjatë një tubimi në Pennsylvani, Trump udhtoi për të folur mbi ekonominë, por fokusimi i tij u zhvendos shpejt tek lëvdatat për Leavitt. Ai e përshkroi atë me fjalë të nxitura nga pamja dhe aftësitë e saj, duke përdorur krahasimet përsëritura më parë në intervista e biseda private, duke nxitur kështu reagime të ashpra në rrjetet sociale. Leavitt, e cila është sekretarja më e re e shtypit në historinë e Shtëpisë së Bardhë dhe pjesë e ekipeve të komunikimit të Trump që nga viti 2019, ka ndërtuar një profil të lartë në mediat konservatore. Megjithatë, komentet e presidentit për pamjen e saj dhe mënyrën e prezantimit në televizion kanë rikthyer debate mbi kufit mes komenteve personale dhe profesionalizmit brenda administratës. Gjatë fjalimit që kishte më shumë ngjyrim mitingu se sa prezantimi ekonomik, Trump nuk nguroi të sulmonte edhe ish-presidentin Joe Biden dhe kongresmenin demokrat Ilhan Omar, duke përsëritur pretendimet pa baza mbi jetën e tyre private. Ai vetë pranoi se nuk ishte lexuar asgjë nga teleprompteri dhe u tall me autorët e fjalimeve të tij, duke e theksuar stilin e tij të drejtë për drejtet pa përpunuar. Leavitt, e martuar dhe nënë e një djalit vogël, ndau fragmente nga fjalimi në rrjetet sociale, duke reflektuar një përpjekje për të menaxhuar komunikimet dhe imazhin e saj publik. Ndërkohë, reagimet online ndaj komenteve të Trumpit vijojnë të jenë të forta, duke nxitur diskutime mbi etikën, respektin dhe imazhin e grave në politik. Ky episod shton një tjetër kapitull në profilin publik të Trump, i njohur për komentet hapura dhe shpesh kontestuese ndaj kolegëve dhe bashkëpunëtorëve të tij.